Kujdes. As sheqernat natyral nuk janë të parazikshëm. Fruktoza lidhet me sëmundjet e zemrës dhe veshkave, demencin, hipertensionin, madje edhe me kancerin. As sheqernat natyral nga pemët nuk janë tërësisht të padëmshëm, siç mendohet zakonisht. Konsumimi i tepërt mund të çojë në rritjen e peshës ose të ketë ndikime të tjera negative në shëndet. Po ashtu, disa produkte që përmbajnë sheqer natyral mund të kenë kalori të larta dhe mund të jenë të pasura me yndyrra të ngopura, të cilat gjithashtu duhet konsumuar me kujdes. Ndryshe, fruktoza në vend të sheqerit të bardhë i shtohet ushqimit. Hulumtimet më të reja tregojnë edhe që sasi më të mëdha të lëngjeve natyrale i ndihmojnë zhvillimit të karcinomit të zorës së trashë. Sasia e madhe e fruktozës mund të dëmtojë edhe mëlçin, sepse e ngarkon. Sheqeri natyral lidhet edhe me proteinat e grumbulluara të beta-amiloideve në tru, të cilat konsiderohen përgjegjëse për shfaqje të Alzheimerit. Në përgjithësi, gjithçka është çështje balanci.